E jam këtu tani, jam bashkuar me Krisanti, kaloj herën deri me Lindën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Katerina. Bëhet një bisedë të këndshme së bashku për horoskop. Në fakt, ndoqëm dhe maskën, ë? Ishit e patjetër. Na duhet ai në verë. Shumë bukura ishin këshillat për ngjyrat. Në fakt, mua më pëlqen që njeriu edhe të ketë një ide, po edhe ky kombinimi me sytë është shumë i drejtë. Dhe gjithmonë bëj lidhjen e gocave me ngjyrë jeshile, për shembull, që më pëlqen ngjyra e kuqe të flokët e tyre. Është shumë e bukur. E kuqe, ginger. Ti për shembull, përfundimisht për bjonden më shumë. Në fakt po, edhe mua më pëlqen ngjyra bjonde. Jeshile. Edhe të shkon. Edhe përshkrimin që të bëri për ty është i saktë me çokoladë. Edhe ngjyra e zezë të shkon, është ngjyra jote, por çokolada Krisanti na mbeti pa analizuar. Ishte e kënga që i këndove ti Oltit. Unë kisha provuar të gjitha ngjyrat. Po, i kam pak ngjyrë mjalti, pak jeshil, kanë pak. Po, unë kisha provuar të gjitha ngjyrat deri në 99-ën. 1999. Të fundit kisha provuar karotin. Ka ngjyrën, do më thënë, si thoni jo, po karot. Edhe mbaj mend, kisha shkuar në një ishull atere afër Santorinit, Anafi quhet, babaj më ishte doktor atere, dhe kishte marrë fëmijë ti mbante, për pushime unë punoja. Dhe shkoj, tu bashkohem atyre në muaj ngusht. Nuk do të haroja, kisha dhe të shkurtra unë flokët, si quni, mbaja shumë vite. Pas 1999, si kam kështu dhe si kam ndryshuar asnjëherë. Edhe kur zbrita nga ania, më prisnin fëmijët e mi, u shokua vajza dhe djali. Te i kështë për ndryshim? Po, dhe shkuam në një vënd aty që kishte në qik ekstrem, atje shkonin njerëz alternativ, më tepër që merreshin me kulturën, nuk ishte ishull që shkonin këta të luksit. Ishte ishull që shkonin këta që ishin më tepër spiritual dhe që donin më tepër këtë kontaktin me natyrën, do më thënë vëndet e egra. Edhe shkuam një ditë në një plazh, që ishte pak larg dhe shkoje me anije të vogla, nga to si thonë ato varkat e vogla. E shkoj aty dhe ishte një djalë me flok jeshil ai. Edhe më thot buri nuk do të haroj. Ua, kombinoni shumë bukur, se nuk shkon pranë ati. Njëri portokalli, tjetri jeshile. Unë besoj që ndryshimi shpesher i ngjyrës së flokëve, gjithmonë, dhe i modelit ose i gjatë, tani unë nuk hyr në punën e Oltit, po unë flas thjesht nga ana psikologjike, ka të bëjë që neve kemi një paqëndrueshmëri psikologjike në atë periudhë dhe përpiqemi të gjejmë veten. Pra, ndryshimet e herpasershme kanë të bëjnë me psikologjinë tonë dhe me kërkimin e një identiteti. Kur njeriu e gjen pastaj qetësohet, e gjen identitetin, atëre mund të ndjek një stil të përcaktuar. Dhe unë mendoj që sidomos pas një moshe të pjekur, duhet kemi një stil të përcaktuar. Tjetri dhe nuk flas për gjinin mashkullore. Pra të krijohet një identitet, një figurë. Të tjerët të kenë në mendje si figurë dhe të kesh stilin tënd, flokun, njësoj. Unë jam dhe kundra ndryshimit të aromës. A, pse? Jam një aromë duhet kemi. Shumë besnike e Krisanti. Unë nuk pritët pa e ndryshuar sepse dhe aroma lidhet me individin. Me të fundit të goditur, Katerina. Lidhet me kujtimet. Lidhet me kujtimet dhe kjo që the me dollapi, kur ti i ndron aroma, her pasere dhe i vë robat në dollap, sidomos paltot dhe këto. Nuk mund të keni 100 aromë, se pastaj prishet aroma. Mirë, njerëzit preferojnë varet edhe se pastinë. Sidomos në dimër nuk duhen ndryshuar aromë. Do kemi në një mend. Vetëm po të qosh palton çdo muaj dhe prapë mban. Unë kur hap dollapin tim, me njëre ndjem. Është karakteristike e Krisantit. Jo, e aromës që vë. Po, është Krisanti. Po, pra. Unë fakt kam një mikesh e cila mund të ketë mbi 20 vite që mban të njëjtin parfum. Jam dakord. Dhe unë kur nuhas atë parfum, kujton lidhet direkt me pikërisht këtu e kisha, që stili dhe aroma të kujtoj
Katerina, Ermelindën, Krisanci. Po mirë, të duen turbulluar në njëherë. Si ta turbullosh? Kjo të regon se je turbulluar ti. Jo, nuk flas për ty, flas për personalitetin në përgjithësi. Unë bear do njëherë... Sa ka bota sot, sa ka jeta sot. Mund të rish me një, sepse ty të ngacmojnë aromat mira dhe ti do që dhe prodhove gjatë gjithë kohës. Është blerje e luksi në vetvete, se nuk është domosdoshmëri. Gjithë jetën time jam e përqendruar maksimumi në 4 aroma. Tani në 2 maksimumi 3, po jam besnik edhe një vetëm të ajo. Është edhe me preferencë. Në behar pak e ndroj. Ose varet pas qenjës horoskopit, Katerina. A varet e qenjë horoskopit? Shiko, shumë gjëra mund të themi, por këto janë më tepër këto videot që dashi flet këshu, demi ha këshu, dhe këto janë bravo. Mua më pëlqejnë shumë, janë humoristike, e kalojnë, bëjnë njerëzit ta shikojnë astrologjin, mirë po njerëz që nuk e kuptojnë mirë astrologjin, e i qëndrojnë si përpaqe, se mendojnë që astrologjia është ajo. Nuk është ajo astrologjia. Ajo është thjesht për humor dhe për iden që unë po, sa mirë do ishte të shkoja në këtë qytet se më shkoka si pas horoskopit, po më shumë është si një justifikim. Kjo ka të bëj me, sepse nuk me astrohartogjeografin, sepse dhe nuk mund të përdorim këtë shumë këtë shprehje, se ka dal një astrolog francez, astrologe më duket franceze, dhe ka bler këtë si term, ndërkohë që kjo është një term astrologjike ku ne vendosim hartën dhe vëndin ose qytetin e botës dhe gjejmë ku të përshtatet ty për jetën tënde ose për këtë vit. Dhe kjo e ka bler si term dhe shkryuar një konfuzion pak në astrologji dhe madje bënim një peticione që mblidhim firma dhe sepse kjo është një term astrologjik dhe kjo së mund të apërdo. Ishte përgjithshme, nuk mund të blej. Edhe prandaj isha pak e përmbajtur, pra ekziston një fushë astrologjisë ku vendosim hartën dhe personale në kombinim me hartën botërore dhe ku bashkohen le të themi, nuk e dia mund të bëj tani këtu dhe të marrë gjia thjesht një opcion, jo për... Për shumë, ku duhet të jetoja? Është vështirë kjo të bëj tani, se ka interpretime të ndryshme. Ku do doja, Katerina? Ku do doja të jetoja? Më pëlqen shumë Italia. Ja, një sekundë, më jep energji shumë të mirë. Le ta tregoj pak laptopin tim, kjo tani në këtë mënyrë kemi, po ka ndryshuar orën e full moon për të pasur një busull në parashikimet dhe tregon për shembull ku bashkohet Ari, Marsi, se thash Arin e thash greqisht Marsi, ku kalojnë vijat e Marsit e tjera. Pra kjo është një shkencë më vete në astrologji, do të bëjmë nga, bravo, që nga e the, po pa tjetër do kemi shanse... Sezonin tjetër, pse jo, të shojmë pak se qëfar loje astrologjish ka, sepse janë të ndryshme. Shumë të ndryshme. Kështu që mund të ketë koncepte të ndryshme. E kam thënë shumë herë, astrologjia shumë e thellë, është e pafund. Gjithë jetën duhet lexosh si punë mjekësisë, nëse do të jesh konqize me njerëzit që të këshillojnë, të pasurosh dijat e tënde, sepse ka dhe atë misterin, që asë njerë se arrin 100% me saktësi të plot, po themi. Sepse është dhe vullneti liri personit që ndërhynë atje, së bashku me faktor të jashtëm që janë të pashmangshëm. Po, do kemi shanse nga shtatori të bëjmë shumë gjëra interesante, nuk do t'i them sot këtu se duhet jenë surpriza. E vërtet. Mirë, nëse do të ndaleshim tani të kë java e fundit e korrikut. Po, të ndalemi në javën e fundit, sot data 24 Mërkuri ka filluar kursin e tij të drejt, pra ka baruar, le të themi, retrograda, ka baruar që në datën 23, po për mua nesër fillon të dalë avash-avash, sepse akoma është në atë stacioneri, në ndales, sa të marrë pak mirë për para. Shumë e rëndësishme për javën e fundit të korrikut, mund të them është
java me rëndësishme e verës, do thoshja, kemi dhe eklipset që ato janë shumë të rëndësishme, por në datën 29 kemi zhvillimin e një hëne të plot në shenjën e ujorit, një hëne plot shumë dinamike, transformuse, një hëne plot ku do nxjerrë në pa çështje politike, çështje financiare, në përgjithësi për gjithë botën, kështu që mund të dëgjojmë çështje që kanë të bëjnë me banga, me zhvillime ekonomike, politike, dhe të dëgjojmë situata ose ngjarje që kanë të bëjnë me udhëheqës, me lider. Kjo hënë e plot është transformuese, po është dhe çliruese. Po si është çliruese? Është çliruese në kuptimin mbyllet një kapitull, merr fund një histori, që për disa do t'jetë një çlirim, për disa mund të vuajnë rezultatet e një situate ose të një ngjarje, dhe pastaj të kuptojnë që vërtet e vuajtë atere, por ishte çlirim për mua. Mund të kemi humbje, mund të dëgjojmë humbje për persona të rëndësishëm, dhe kujdes në marrëdhëniet e çdo lloji, po sidomos në marrëdhëniet personale. Është erotike kjo hënë e plot, po është dhe ka ato tendencat ku ne bëhemi fanatik, ku ne bëhemi sundus, ku ne duhet... Largojmë vetëm pak flokët nga mikrofonit, kërkoj ndjes, që të dëgjohesh sa më qartë. Ku ne bëhemi sundus, ne bëhemi fanatik, duam të kemi kontrolin e situatës. Kjo është ana negative kësaj hënës së plot. Pra, larg tendencave kontrolluse, pushtuse, xhelozis, dhe kujdes ju që jeni në një marrëdhënie ku shoku jetës suaj mund të jetë shumë xheloz dhe mund të bëhet i rrezikshëm, kujdes mos i çoni gjërat në limit dhe kujdes në iniciativat financiare. Pasi kemi hënën e plot ku dielli është në lidhje të ngushtë me Jupiterin, kjo krijon shanse shumë të mira, sjell fat. Nga ana tjetër hëna është me Plutonin, këtu gjërat bëjnë më të vështira, ka kërkesa dhe tendenca për të përfituar shumë dhe vërtet do jenë ata që do nxjerrin lek ose do bëjnë një plan i cili do jetë i fuqishëm, por se sa të fituar do dalin ka të bëj nga harta personale secilit. Ndërkohë që dhe afërdita është në 90 gradë me Marsin, kjo do të thotë që mund të kemi ndarje, mund të vemi për të fituar shumë dhe të humbasim. Prandaj, mbroni marrëdhëniet që ju intereson, kujdes në lëvizjet financiare dhe njohjet e reja që do të bëni do të jenë plot pasion, po pasioni ka vështirësi. Derisa të bëhet një marrëdhënie tamam, ashtu si duhet të bëhet do të kaloj nga peripeci. Gjithsesi, janë të pashmangshme zhvillimet e kësaj hënet të plot dhe disa situata janë të pak kontrollueshme, janë të fatit, le të themi, janë fatale. Gjatë, si që thash dhe në emisionet e kaluar dhe në emisionet e tjera, kjo verë, behar, si dhe vera e vitit të kaluar, po sidomos kjo verë shumë e theksuar, sjell ndryshime shumë të rëndësishme për të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës, por kryesisht për ata që janë të lindur dhe në gradën 6-7 të shenjave, por për të gjitha shenjat, se në një farë mënyre në kap, me 4 këndsh, me 6 këndsh, me 150 gradë, do bëdhën të gjithë në kap, por kryesisht shenjat e ajrit, shenjat e zjarit, që do të kenë ndryshime thelbësore, jashtë kontrollit të tyre. Pra, në disa raste, këto ndryshime do vinë si rezultat i ngjarjeve dhe i faktorëve të jashtëm, që në disa raste
mund të mos jenë ashtu si që dëshirojmë ne. Dhe si janë në dorën e tyre, pra të shenjave... Nuk janë në dorën e tyre, mund të ndodhë diçka, jo do mos dëshmërish negative, por mund të kemi dhe situata që do në nëzjerin, jo mund të kemi, do të kemi situata që do të nëzjerin ata, po dhe ne të gjithve nga zona komforte, se do të kemi dhe zhvillime në sferën globale. E kam thënë asë gjë nuk do t'jetë sot si që ishte dje. Plus dhe hapavigane në teknologji, që kjo mund të kryoj dhe një problematik. Hapavigane në politik, në ndarjen e tortës, si do të ndajmë tortën. E kanë të tjerët në dorë se si do të ndajmë. Dhe ma dje në qofse në këtë periudhën e verës, mund të mos bëjnë të njohura disa zhvillime politike ose do t'i mësojmë më vonë, që do t'a kenë bazën pikërisht në këtë periudhë. Në rregull, të bëjmë një shkëputje publicitare dhe sa po të kthehemi, të kalojmë tek parashikimi për shenjat, qëndroni me ne.